Përshëndetje të dashur miq. Do të shohim sot nga Romakët, kapitulli 8, vargjet 12 dhe 13. Dhe fjala e çmuar e Zotit thot kështu: Rrjedhimisht pra, vëllezër, jemi borxhlinj jo ndaj mishit për të jetuar sipas mishit. Se nëse jetoni sipas mishit, keni për të vdekur, por nëse me anë të frymës i bëni të vdesin veprimtaritë e trupit, do të jetoni. Në fakt, mënyra më e mirë për të kuptuar shërbesën, punën, aktivitetin që fryma e Perëndis ka në jetën e një besimtari, është duke kuptuar shërbesën, punën dhe aktivitetin që fryma e Perëndis, fryma e shenjtë, kishte në jetën e Jezu Krishtit. Dhe këtë na zbulon Bibla e shenjtë e pagabueshmja. Kjo do të na ndihmojë të kuptojmë edhe më mirë këto pasazhe që po lexojmë. Kam nevojë të bëj një parantezë të shkurtër në fakt, sepse është shumë e rëndësishme për të mos lejuar keq kuptimin. Është e vërtetë që Jezusi është Zoti i njerëzit dhe për shkak të kësaj shumë njerëz mendojnë se kjo nuk mund të aplikohet plotësisht për ne si besimtar në jetën tonë. Po, ai është me të vërtetë Perëndi dhe me të vërtetë njeri. Dhe kjo është shumë e vështirë për të konceptuar nga ne si njerëz. Prandaj është hyjnore, sepse po të ishte e bërë nga njeriu, do të kishte edhe sqarim njerëzor të plotë. Por është shumë e rëndësishme të kuptojmë se në mishërim, Jezusi la minjan ushtrimin e atributeve të tij dhe i nënshtrohet dhe bëhet skllav i Perëndis. E zbraz veten nga të gjitha dhe zbret poshtë si shërbëtor për t'ju nënshtruar plotësisht planit të Atit nëpërmjet fuqisë së frymës. Tek Filipianët, kapitulli 2, vargjet 6 e 8 thot kështu: I cili e ka fjalën për Jezusin, edhe pse ishte në trajt Perëndia, nuk e çmoi si një gjë ku të mbaj fort për të qenë barabar me Perëndin, por e zbrazi veten e tij, duke marrë trajt shërbëtori e u bë i ngjashëm me njerëzit, duke u gjetur nga pamja e jashtme po si njeri, e përuli vetveten, duke u bërë i bindur deri në vdekje të kryqit. Le të shohim pak ardhjan dhe vitet e përgatitjes së Jezu Krishtit, se si ndodhi dhe aktiviteti që fryma e shenjtë pati aty. Fryma e shenjtë ishte shoqëruesi i pandashëm i Krishtit. Të gjitha aktivitetet në jetën e Zotit Jezu Krisht, që nga lindja e tij deri në ngjitjen e tij në qiell pas ringjalljes, u shoqëruan në praninë dhe me fuqinë e plotë të frymës së shenjtë. Krishti është modeli ynë. Ai është modeli i jetës së udhëhequr nga fryma e shenjtë. Ai është modeli i jetës së mbushur me frymën. Ai është modeli i jetës së fuqizuar nga fryma e Perëndis. Ai na tregon se si të jetojmë në plotësinë e saj. Në mishërim, kur erdhi në tokë, Jezusi la minjan ushtrimin e pavarur të atributeve të tij dhe i nënshtrohet plotësisht Perëndis. Bëhet skllav i Perëndis, e zbraz veten nga të gjitha dhe zbret poshtë si shërbëtor për t'ju nënshtruar plotësisht planit të Atit nëpërmjet fuqisë së frymës. Dhe çdo gjë që ndodh në jetën e tij, në fakt, është produkt i veprimtarisë së frymës së Perëndis. Rritja e mençurisë, rritja e njohurisë, rritja e hirit, rritja e të kuptuarit të planit të Atit, e gjitha kjo është vepër e frymës së shenjtë. Kemi një moment në Bibël që na përshkruan një periudhë dhe një proces të tërë të jetës së Krishtit. Do shohim pak tek Luka, do hapim tek kapitulli 2, do shohim vargjet 40, 49 dhe 52. Dhe konkretisht vargu 40 thotë kështu, e ka fjalën për Jezusin pra. Tani fëmia arritej dhe forcohej, duke qenë i mbushur me urtësi dhe hiri Perëndis, ishte mbi të. Vargu 49, dhe Jezusi u tha atyre: Përse po më kërkonit? Nuk e dini se do të më duhet të jem në shtëpinë e Atit tim? Dhe kjo është e përgjigje që ju dha prindërve teksa po e kërkonin, edhe ai kishte qenë në tempull. Tek vargu 52 thot Jezusi përparonte në urtësi dhe në moshë dhe në hir para Perëndis dhe njerëzve. Edhe pse ky është një rast në jetën e tij, ai përshkruan në fakt gjithë jetën e tij, të gjithë periudhën e zhvillimit dhe rritjes së tij. Ai ka një vetëdije vetë të qartë se Perëndia është Ati i tij. Qëllimi, synimi që ai ka për jetën e tij është shumë i qartë, cila është fuqia që e prodhon këtë. Nëse kthehesh në 10 vjetër, do të gjesh patjetër përgjigjen. Isaia, kapitulli 11, vargu i 2 thotë kështu: Fryma e Zotit do të pushojë mbi të, e ka fjalën për mbi Krishtin.
fryma e diturisë dhe e zgjuarsisë, fryma e këshillës dhe e fuqisë, fryma e njohurisë dhe frikës së Zotit. Pra është vepra e frymës së shenjtë që prodhon tek ai zhvillimin dhe pjekurinë shpirtërore që lexuam tek Luka kapitulli 2. Në fakt, fryma e shenjtë e veçon Krishtin për një shërbes të veçantë. Tek Marku kapitulli 1 vargu 12 lexojmë: dhe menjëherë fryma e nxori në shkreti. E ka fjalën për në shkretëtir e çoi. Fryma e shenjtë është ai që e çoi Jezusin në shkretëtir për të patur betejën me Satanin, betejën me të likun. Fryma e shenjtë është planifikuesi i betejës. Ai është strategu që harton terrenin e betejës dhe drejtoi mbretin luftëtar, Jezu Krishtin, në luftën e shenjtë. Pse e bën ai këtë? Për të demonstruar paprekshmërinë e Jezu Krishtit, për të shpallur konfliktin e tij triumfues me Satanin. Le të shohim tek Luka kapitulli 4, vargu 14. Dhe Jezusi, në fuqinë e frymës, u kthye në Galile dhe buja për të doli në përtër rrethinat, pra nami u përhap në të gjithë rrethinat. Ai filloi shërbesën e tij në fuqinë e frymës. Vini re si thotë dhe Jezusi, në fuqinë e frymës. Të gjitha këto pasazhe na kujtojnë se thelbi i mishërimit është një vecbrazje kaq e plotë sa Jezusi është plotësisht i nënshtruar ndaj frymës së Perëndisë. Ai ecën në mënyrë të përsosur në frymë. Ai shfaq të gjitha frytet e frymës. Është e gjitha fuqia e frymës që vjen përmes tij. Kjo është jeta e tij, kjo është shërbesa e tij. Por le të shohim në një moment shumë të veçantë udhëtimi i tij drejt vdekjes. Tek Hebrejt, kapitulli 9, vargu 14 na thot: i cili nëpërmjet frymës së përjetshme ja ofroi vetveten të pamet Perëndisë. Edhe kur ai shkon drejt vdekjes dhe përballet me kryqen dhe gjithçka që përfshihet aty, Krishti ofroi veten e tij si një flijim i pafajshëm, pa të meta për Perëndin nëpërmjet frymës së përjetshme. Edhe fuqia që e çoi atë në kopshtin e Getsemanis, edhe fuqia që e bëri të duronte kryqin, ishte fuqia e frymës së Perëndisë. Ishte fryma e shenjtë që i dha atij fuqinë për të thënë: jo vullneti im, por i yti. Ishte fryma e shenjtë që i dha atij fuqinë për të thënë: o atë fali se nuk din çfarë bëjnë. Ishte fuqia e frymës së shenjtë që e lejoi atë të qëndronte atje derisa të mund të thoshte: ka përfunduar. Ishte në fuqinë e frymës së shenjtë që ai tha: atë në duart e tua, po e lë frymën time. Po kështu është edhe me ringjalljen e tij. Romakët, kapitulli 1, vargu 4 thot: që u caktua biri Perëndis në fuqi, sipas frymës së shenjtërisë, për ringjalljes nga të vdekuri, Jezu Krishti, Zotin ton. Kush e ringjalli Krishtin? Fryma e shenjtë e ringjalli atë nga të vdekurit, na thot Bibla. Tani le ta shohim pak modelin e Jezusit në jetën tonë, në jetën time. Gjërat që fryma e shenjtë bëri në jetën e Jezusit janë gjërat që fryma bën në jetën tonë. Dhe le të shohim pak më specifikisht. Ai dha jetë Krishtit të mëshiruar, ai na jep jetë edhe neve. Keni parasysh tek Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 3, kur Zoti adresohet Nikodemit: ti duhet të lindësh nga fryma. Ju duhet të lindni nga fryma. Ai është ai që rigjeneron jetën. Është fryma e shenjtë që e rriti Jezusin në mençuri dhe njohuri, është fryma e shenjtë që na rrit edhe ne. Te 2 Korintasit 3:18 thot: por ne të gjithë me fytyrë pa vel, duke pasqyruar lavdinë e Zotit, shndrohemi në të njëjtën shëmbëlles nga lavdia në lavdi, sikurse Zoti fryma. Fryma është ai që rrit, fryma është ai që të mëson, fryma është vajosja nga Perëndia. Fryma është ai që të rrit në hir, mençuri, njohuri, jo vetëm që t'ja burimin në fjalë, por është edhe mësuesi brendshëm që të ndriçon, ai është forca e rritjes tënde. Ishte fryma që zbriti në pagëzimin e Jezusit dhe sipas 1 Korintasve 12, është fryma e shenjtë që është mjeti me të cilin Krishti na vendos në trupin e tij kur bëhemi besimtar. Dhe ne bëhemi një pjesë e trupit të Krishtit dhe mbajmë vajosjen që bie mbi të dhe marrim përgjegjësinë e tij në botë.
Ne jemi Krishti në botë, ai është koka jonë, ne jemi trupi i tij. O çfarë privilegji i madh që është për mua dhe për ty. Ne jemi ndarë për shërbim të veçantë në botë, si Krishti për botën, me anë të pakëzimit të Krishtit nëpërmjet frymës së shenjtë. Fryma e shenjtë siguron rrugën e fitores në mes të konfliktit me të ligun që do të kesh gjatë gjithë jetës tënde. Fryma e shenjtë është ai që të jep fuqi, është ai që na jep fitore në tundimin tonë, është ai që na ndihmon të kapërcejmë vështirësitë. Premtimi i shkrimit të shenjtë është ky: më i madh është ai që është në ju se sa ai që është në botë. Dhe ka fjalën për frymën e Perëndis. Kur Jezusi shkoi në kryq, ishte fryma e shenjtë që i dha atij fuqi mbi dhimbjen, fuqi mbi vuajtjet për të duruar kryqin. Dhe ai është i njëjti frymë që na jep fuqi në vuajtjet tona për hir të kryqit. Arsyeja pse mund të duroni vuajtjet dhe dhimbjen, të gjitha vështirësitë e jetës që vijnë, është sepse fryma e shenjtë ju jep forcë. Ai është fryma e hirit dhe lavdisë që ndron mbi ju dhe në ju. Dhe kur Krishti doli nga varri, ishte fryma e shenjtë që e ngriti atë nga varri, dhe kështu është edhe me ne. Dëgjojeni. Romakët kapitulli 8 vargu 11 thotë kështu: e nëse fryma e atij që ngjalli Jezusin prej së vdekurve banon në ju, ai që ngjalli prej të vdekurve Krishtin Jezus do të bëjë të gjallë edhe trupat tuaj të vdekshëm nëpërmjet frymës së tij që banon në ju. Ai të dha jetë. Ai të rrit në ngjashmëri me Krishtin, të bën të ngjashëm me të në gjithë udhëtimin e jetës tënde. Ai ju pagëzon, ai siguron fitore përballë tundimit, ai të jep fuqi për të kaluar në përvuajtje. Një ditë ai do të ngjallë në mënyrë të pavdekshme trupin tuaj nga varri. Ka edhe një gjë tjetër që ai bën. Tek Veprat 1:8 thotë kështu: por ju do të merrni fuqi kur të ketë ardhur fryma e shenjtë mbi ju dhe do të jeni dëshmitarët e mi. Ai e fuqizoi Krishtin për të predikuar. Është fryma e shenjtë që bën të njëjtën gjë dhe me ne. Ai na fuqizon për të shpallur mesazhin e Ungjillit. Cili është qëllimi i frymës së shenjtë? Qëllimi i tij është të na bëjë dëshmitar efektiv në mënyrë që porosia e madhe të mund të përmbushet. Në çdo skaj të dheut, në çdo brez, në të gjitha kohrat. Dhe këtu jemi dhe ne. Romakët 8:12 thotë kështu: rrjedhimisht pra vëllezër, jemi borxhlinj jo ndaj mishit për të jetuar sipas mishit. Me gjithë të punë të jashtëzakonshme që fryma e shenjtë po bën me ne, vëllezër, ne jemi në një obligim, ne jemi në një detyrim. Ky është vargu dhe vargu 13 është gjithashtu vargu që do të shohim sot më specifikisht. Ti dhe unë kemi një detyrim, ju keni një borxh. Kjo është fjala për borxhin. Po cili është borxhi im? Cili është borxhi juaj në këtë rast? Sigurisht që të mos jetoni sipas mishit. Ju nuk e detyroheni asgjë mishit. Çfarë bëri ndonjëherë mishi për ju? Nëse jetoni sipas mishit, do të vdisni. Kjo përshkruan një jo besimtar. Por ju nuk keni asnjë detyrim ndaj mishit tuaj. Kjo do thotë se tani nuk ka justifikime sepse fuqia e mishit është thyer, nuk është një forcë dominuese në jetën tënde. Ju jetoni me anë të frymës dhe nëse jetoni me anë të frymës, po i vrisni veprat e trupit dhe ju do të jetoni. Çfarë bëjnë besimtarët? Ata vrasin veprat e mbetura të trupit. Kjo është ajo që ne quajmë mëkati mbetur. E dini, ju nuk jeni si Krishti që erdhi i shenjtë dhe ishte i shenjtë, i panjoll, i ndar nga mëkatarët. Ne duhet të luftojmë me mëkatin. Por në të njëjtën mënyrë që Zoti Jezus triumfoi mbi të ligun, ne kemi fuqinë e të njëjtit frymë të shenjtë që do të luftojë betejën brenda nesh. Ajo që thot Bibla është të nënshtrosh trupin tënd në mënyrë që të mos bëhesh i përjashtuar. Ajo që thot Bibla është: unë vrapoj në një garë, thot Pali, unë luftoj me gjithë fuqinë, unë punoj fort për të mos u bërë i përjashtuar. Nëse do të shohësh vërtet me kujdes fjalën këtu, fjala vritni veprat e trupit, nuk është çështje lëkundjeje. Përgjegjësia juaj është të përdorni të gjithë fuqinë që keni në forcën e tij për të vrarë mëkatin e mbetur në jetën tuaj. Kjo është ajo që bën njerëzit që jetojnë, kjo është ajo që bën njerëzit në fuqinë e frymës.
Përgjegjësia me të cilën po përballemi te Romakët 8, vargje 12 dhe 13, është përgjegjësia për të vrarë mëkatin në jetën time, në jetën tënde. Theksi në thelb thot, meqense nuk kemi asnjë detyrim ndaj mishit, duhet të vrasim mëkatin në trupin ton. Qëllimi i madh te ky kapitull është, prandaj tani nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezus, dhe me këtë e nisi. Ky është një lajm i mirë që kemi marrë ndonjëherë, është tingulli i ëmbël që del nga buzët e Perëndis. Është një falje për një kriminal të dënuar që është në pritje të vdekjes, sepse ne ishim të dënuar në një ndëshkim të përjetshëm në ferr. Ne ishim në pritje të ekzekutimit të Perëndis. Ne ishim me të vërtet fajtor dhe shpëtimtari ka një falje. Dhe tha se nuk do të ketë dënim, sepse unë kam vdekur tashmë në emër të këtij kriminali. Çfarë lajm i gëzueshëm. Dhe nëse ky lajm nuk e emocionon shpirtin tënd, atëherë je i ftohtë dhe ke humbur zemrën e ngrohtë dhe mirënjohëse të lavdërimit. Fryma e Perëndis na fuqizon për fitore mbi mishin. Është një këshill shumë praktike në fakt. Është Perëndia që na urdhëron të bëjmë diçka që jemi në gjendje të bëjmë. Zoti nuk na kërkon kurrë të bëjmë atë që nuk mund të bëjmë. Kjo do të ishte e kotë. Pra, ata që janë të tillët e kanë frymën, dhe për shkak se ne kemi frymën, ne kemi aftësinë të vrasim mëkatin në jetën tonë. Fuqia e fitores, kjo është shumë praktike dhe kjo është nëpërmjet frymës së shenjtë. Nëse nuk do të kishim fuqinë binatyrore, nëse nuk do të transformoheshim dhe ndryshoheshim në mënyrë që fryma e Perëndis të banoj brenda nesh, nuk do të ishim kurrë në gjendje të vrasim mëkatin. Mendo pak për këtë. Si mundet mishi të mposhtë mishin? Si mundet që mëkati të fitojë mbi mëkatin? Nuk është e mundur. Ne kishim nevojë për një transformim, rigjenerim, pasi të jemi transformuar në mënyrë që jeta brenda nesh të jetë tani jeta e Perëndis, në praninë e frymës së Tij që banon brenda nesh. Tani kemi fuqinë në frymë për të kapërcyer mishin. Përveç fuqisë së frymës së Perëndis në jetën e një individi, ekziston një korruptim i pashpresë dobësues që kontrollon gjithçka. Pa fuqinë e Zotit nuk ka asnjë gjë të mirë brenda nesh. Dhe nuk ka aftësi brenda njeriut, brenda mishit, brenda njeriut të parigjeneruar për të përballur me mëkatin. Po kur fryma hyn, e gjitha kjo ndryshon. Dhe nga prania e frymës së Perëndis në një jetë, vjen aftësia për të mposhtur mishin. Ne ecim në frymë sipas fuqisë së Tij dhe ne mposhtim mishin. Tek Veprat kapitulli 1 vargu 8 thotë kështu: Por ju do të merrni fuqi pasi fryma e shenjtë të ketë ardhur mbi ju. Fuqi për çfarë? Fuqi për të kapërcyer mishin. Fuqi për të kapërcyer pa aftësinë e të qenit njeri. Fuqi për të fituar mbi dëshirat dhe objektivat trupore. Ky është lloji i fuqisë. Si krishterë, si dikush që ka frymën e Perëndis, ju keni brenda jush fuqinë për të kapërcyer mëkatin. Nëse nuk po shihni fitoren, problemi nuk është mungesa e fuqisë. Problemi është në mungesën e vënies së saj në veprim, mungesa e përvetësimit të fuqisë së disponueshme. Dërsa shqyrtojmë se si të vrasim mëkatin në jetën tonë, kemi nevojë të flasim pak për fuqinë e fitores. Ne duhet ta njohim këtë fuqi, sepse shpeshherë Bibla përmend fjalën fuqi. Si besimtar i krishterë, ti ke potencialin të jesh i përsosur. Nëse nuk e fitore në secilin rast individual, kjo nuk ndodh sepse nuk ekziston fuqia përfitore, por sepse nuk ekziston përvetësimi. Pra nuk është që nuk ka fuqi, nuk ekziston, por përvetësimi kësaj fuqie mungon. Fjala fuqi në Bibël është dunamis, nga greqishtja e vjetër, ose më saktë është fjala që ne marrim dinamit, kuptimin e fjalës dinamit. Edhe si besimtar duhet të jesh shpërthyes. Fuqia e Perëndis duhet të depërtojë me shpejtësi. Tek Efesianët 5:18 thotë: mos u dehni me verë në të cilën ka shpërdorim, tepri, shturje, por mbani veten të mbushur me frymën. E shikon, çelësi është në përvetësim dhe mënyra se si e përvetëson fuqinë e disponueshme është të mbushesh me frymën. Tani të mbushesh me frymën në thelb, thjesht do të thotë ti mendon mendimet e tij, ti ndjen
ndjenjat e tij, ti bindesh vullnetet e tij, duhet të kontrollohesh nga fryma e Perëndis dhe ka shumë abuzim me këtë çështjen e kontrollit nga fryma e Zotit. Ti kontrollohesh nga çdo gjë që mbush mendjen tënde. Dhe le ta shohim pak më me kujdes dhe më praktikisht. Çfarëdo që kontrollon mendjen tënde, do të kontrollojë sjelljen tënde. Dhe nëse fryma e Perëndis mund të kontrollojë mendjen tënde, atëherë do të kesh një mendje të ripërtërir në frymë. Çfarë do të thotë faktikisht vargu mbushuni me frymën? Do të thotë që ju i bini nën kontrollin e frymës së shenjtë në mënyrë që ai të mbush jetën tuaj. Në fakt, mënyra më e mirë për ta ilustruar është fjala mbushje. Le ta kuptojmë pak më saktë, e cila përdoret shpesh në ungji për të folur për lloje të ndryshme reagimesh dhe qëndrimesh. Për shembull, dhe në jetën tonë të përditshme, por dhe në fjalën e Perëndisë na thuhet, ata ishin të mbushur me zemërim. Ai ishte i mbushur me urrejtje. Ai person ose ajo është i mbushur me hidhërim. Kur dikush mbushet me zemërim, me hidhërim, me urrejtje, ai e ka humbur aftësinë për të ekuilibruar dhe është në kontrollin e plotë të atij emocioni. Pikërisht, kjo është ajo që do të thotë i mbushur me frymën, ti je plotësisht në kontrollin e tij. Pra të kontrollohesh nga fryma e shenjtë është e njëjta me të kontrollohesh nga fjala e Krishtit. Nëse dëshiron të jetosh një jetë të mbushur me frymën, vëre jetën tënde në kontrollin e fjalës së Perëndisë, dhe ndërsa e mbush shpirtin, zemrën, mendjen tënde me të vërtetën e Perëndisë, ajo fillon të mëshirohet në një sjellje të kontrolluar prej tij. Kush janë ata që përjetojnë këtë fitore në bazë të këtij pasazhi? Vini re thot, prandaj vëllezër ne jemi debitor, dhe njerëzit e fitores janë vëllezrit. Nuk ka fitore për njerëzit që nuk janë në familjen e Perëndisë. Fjala vetë vëllezër është një fjalë për të krishterët. Është gjithashtu një fjalë barazie. Pari lufton në të njëjtën mënyrë që unë luftoj, që ti lufton, dhe kështu njerëzit e fitores janë vëllezrit, ata që njohin dhe e duan Zotin dhe i përkasin familjes së tij dhe që janë fëmijët e tij. Pjesa tjetër e botës nuk do ta njohë kurrë këtë fitore. Pjesa tjetër e botës nuk do të ketë kurrë në gjendje të kapërcej korrupsionin e tyre njerëzor. Ka njerëz në botë jo besimtar që ndihen më mirë duke qenë moral se sa ndihen nëse do të ishin immoral. Ka njerëz jo besimtar që ndihen më mirë duke qenë immoral. As prania e moralit, dhe dëgjoj me kujdes, as prania e moralit, as mungesa e tij nuk ka të bëjë fare me përjetësinë, por vetëm nëse një person e njeh Perëndin nëpërmjet Jezu Krishtit. Po cili është privilegji i kësaj fitoreje? Për shkak të pozicionit të privilegjuar të mos ndëshkimit që na është dhënë Jezu Krishti me anë të hirit, për shkak të realitetit të ungjillit të madh që na ka çliruar nga mëkati, për shkak të pozicionit dhe bekimit ton të privilegjuar, për shkak të shpëtimit ton, lirisë son nga mëkati dhe nga vdekja, drejtësisë son në Krishtin, natyrës son të re, dhuratës së frymës, shpresës, gëzimit, paqes, dashurisë, për shkak të gjithçkaje që kemi në Krishtin, për shkak të gjitha atyre privilegjeve, thot, prandaj vëllezër, ne jemi borxhlinj, ne jemi debitor. Kjo është një vërtetë e madhe. Të gjitha këshillat e dhjatës së re bazohen gjithmonë në deklarat rreth privilegjit. Kjo është arsyeja pse duhet të dimë se çfarë ka bërë Perëndia për ne, përpara se të kuptojmë pse duhet i përgjigjemi. Për shkak të asaj që Krishti ka bërë për ne, ne kemi privilegjin e jashtëzakonshëm të kalojmë në një përgjigje, në një reagim. Ne duhet të kuptojmë privilegjin që na therrasin në përgjegjësi. Perëndia nuk na jep privilegje pa përgjegjësi. Ka shumë njerëz që vrapojnë përreth duke menduar se janë liruar nga hiri. Dhe kjo nuk është mënyra se si na e paraqet Bibla. Thonë se ne jemi debitor, jo ndaj mishit për të jetuar sipas mishit, por ndaj frymës për të jetuar sipas frymës. Dhe Bibla thotë sepse nëse jetoni sipas mishit do të vdisni, por nëse me anë të frymës i vrisni veprat e trupit, do të jetoni. Po cili është plani i fitores? Para së gjithash, ne nuk duhet jetojmë sipas mishit. Ne nuk kemi borxh ndaj mishit. Gjithçka që mishi mund të bënte ishte t'ju dënonte, t'ju mallkojë, t'ju dobësojë dhe t'ju mbajë në gropën në të cilën keni lindur. Pra nuk jeni debitor të jetoni sipas mishit. Nëse nuk jemi sipas mishit, pse duhet jetojmë sipas mishit? Pse dëshiron të sillesh si diçka që nuk je?
Me qenë se nuk je sipas mishit, pse duhet jetojmë si kur jemi? Mishi është kompleks i shëmtuar i dëshirës mëkatare njerëzore. Ai është kompleks dëshirash, motivesh, dashurish, parimesh dhe qëllimesh mëkatare. Dhe të jetosh sipas mishit do thotë të sundohesh nga ai kompleks, të udhëhiqesh nga ky kompleks. Sa që sharake. Është krejtësisht kontradiktore që vëllezërit që janë në frymë, sipas frymës, që mendojnë për gjërat e frymës, që ecin sipas frymës, të dalin dhe të mendojnë se i detyrojnë diçka mishit. Ju nuk i detyrojeni asgjë mishit. Jeni çliruar nga mëkati dhe vdekja. Jeni bërë një krijesë e re. Jeni transformuar. Sepse nëse jetoni sipas mishit, do të vdisni. Kjo është një aksion, një vërtet shpirtërore. Kjo nuk po përshkruan një të krishterë. Ajo nuk po kërcënon një të krishterë. Ai nuk po kërcënon një të krishterë se nëse nuk e rregullon veten do të vdesësh. Jo, ai po diskuton jetën e një jo të krishteri. Nëse jetoni sipas mishit, vdisni. Pik. Fjala sipas mishit do thotë të mendosh gjërat e mishit, të ecësh në mish, të vdekur, të paaftë për t'i pëlqyer Perëndis, të ndarë përjetësisht prej tij dhe të dënuar për vdekje të përjetshme. Kjo është karakteristike e një jo besimtari. Dhe ajo që ai thotë është se ju sigurisht nuk doni të veproni kështu. Çfarë arsye ke për të vepruar kështu? Te Galatasit kapitulli 6 vargu 8 thotë kështu, sepse ai që mbjell për mishin e vet, prej mishit do të korr prishje. Sepse ai që mbjell për frymën, prej frymës do të korr jetë të përjetshme. Njerëzit që janë në mish, nga mishi, sipas mishit, që mendojnë për gjërat e mishit, që ecin në mish, që mbjellin për mishin, janë të vdekur. Njerëzit në frymë, që mendojnë për gjërat e frymës, që ecin në frymë, janë të gjallë, por nëse ju nëpërmjet frymës po vrisni veprat e trupit, ju jepni prova se jeni gjallë, ju po tregoni se jeni gjallë. Puritanët thoshin, nëse nuk e vret mëkatin, ai do t'ju vras. Dhe kjo është pikërisht shumë serioze. Kjo është arsyeja pse Jezus i tha se nëse keni një problem me mëkatin, do të ishte më mirë të prisnit krahun ose të nxjerrni syrin, sesa të vazhdoni në mëkat dhe të hynit në ferr, dhe ka një kuptim jashtëzakonisht të thellë ai pasazh nga fjala e Zotit. Ju duhet të përballoni mëkatin në mënyrë drastike, jo të luani me të, por ta përballni në mënyrë drastike. Mateu 5:29, 30, Marku 9, ai thotë se nuk i detyrojeni asgjë mishit. Ti kesh detyrim mishit është për jo besimtar të vdekur dhe që po ecin kështu. Po pse do duhet të veprosh ti kështu? A mund të bëjë ndonjëherë një krishter diçka mishore? Patjetër, është një betejë dhe ndonjëherë fitojmë dhe ndonjëherë humbasim, por për besimtarin prirja e jetës është drejt gjërave të frymës. Dëgjojmë mirë këtë gjë. Për besimtarin diferenca, çfarë e bën të veçantë, është prirja e jetës, se për çfarë është i prirur, se ku shkon, se ku është destinacioni dhe rrugëtimi i tij. Tek Filipianët kapitulli 3, vargjet 7 deri 14, në fakt për mbledhja e tyre, çfarë po thot Pali që unë nuk dua të jetoj sikur kam ndonjë marrëveshje falas, dhe nuk mund të tërhiqem dhe të veproj si të dua. Dua të ndjek atë gjë, nuk dua të sillem sikur ti isha tashmë i përsosur. Dua të kuptoj atë për të cilin jam kapur. Gjithë ideja e Filipianëve te kapitulli 3 është se Pali ka një pasion të jashtëzakonshëm për të njohur Perëndin dhe për të pasur shoqëri me Krishtin dhe për të njohur të gjithë fuqinë që ka në dispozicion. Por ai e di se kjo është kthesa e jetës së tij dhe ka raste ku ndërpritet në atë ndjekje nga mishi i tij. Prania e shenjtërisë është një absolute në jetën e një të krishterit të vërtet. Gjithçka çfarë bën mishi është të prish dhe ti nuk i detyrohesh asgjë, asnjë borxh, madje mos i jep asgjë. Nëse të pëlqejnë aktivitetet tua mishore dhe ato janë prirja dhe ndjekja e jetës tënde, ti po je prova se je një person në rrugën drejt vdekjes, jo drejt jetës. Dëgjoj mirë se shumë e rëndësishme është për ty nëse të pëlqejnë aktivitetet e tua mishore dhe ato janë prirja dhe ndjekja e jetës tënde. Ti po tregon, po e provon se je një person në rrugën drejt vdekjes dhe jo drejt jetës.
Po cili është modeli tjetër? Nëse me anë të frymës i bëni të vdesin veprimtaritë e trupit, do të jetoni. Dhe kjo është një aksion. Ai e shikon shpëtimin nga ana e sjelljes së të shpëtuarve. Në fakt, një person mund ta shikojë shpëtimin nga ana e Perëndis dhe sovranitetit të tij, ose gjithashtu nga ana e njeriu dhe sjelljes së tij. Ai thotë, nëse ti nëpërmjet fuqisë së frymës po vret veprat e trupit, atëherë ti po tregon se je dikush që është vërtet zotërues i jetës. Çfarë është karakteristike një të krishteri? Ai do të jetojë jetën duke ndjekur gjërat e frymës. Ai do të dëshirojë të vrasë mishin, po ai do të ketë gabime, po ai do të ketë raste kur bie, por prirja, synimi do të jetë për gjërat e Perëndis në zhdukjen e mëkatit në jetën e tij, dhe ai është një person serioz, një krishter është një person serioz ndaj kësaj gjëje, nuk luan me këtë gjë. Ky është modeli një besimtari. Nuk ka asnjë argument për sigurinë e shpëtimit të një besimtari sesa përvoja e fitores mbi mëkatin, mishin. Ti mund të pyesësh, si e di që je i krishter? Unë do të them se Perëndia premtoi në fjalën e tij se kushdo që beson dhe pendohet dhe vepron duke dashur Krishtin do të shpëtohet. Unë besova dhe ai premton se do më shpëtoj. Por arsyeja e dytë pse e di që jam i krishter është sepse prirja e jetës time është të shoh fitoren mbi mëkatin. Ky është gjithë synimi i jetës time. Nuk mund të bësh pushim ndaj kësaj gjëje. Dhe kjo është më bindse nga të gjithë argumentat. Tani trupi këtu përfaqëson mishin. Trupi i cili është ura lidhse për mëkatin, ai vjen nëpërmjet portës sonë të syve, të veshëve dhe çfarëdo gjëje tjetër. Mëkati vjen tek ne, na tundon përmes trupit. Trupi është përfaqësuesi i mishit, dhe nëse ktheni tek kapitulli 6 dhe 7 i letrës së Romakëve, do të shihni se si Pali flet për mishin, trupin e vdekshëm, trupin e mëkatit, trupin e kësaj vdekjeje. Por besimtarët janë ata që janë në një proces të vazhdueshëm me anë të fuqisë rezidente që banon të frymës për të vrarë veprat e mishit. Kjo është ajo që jemi thirrur të bëjmë. Me anë të fuqisë së frymës duhet të ekzekutojmë mëkatin vazhdimisht. Nuk mund të jemi si Sauli, nëse e mbani mend historinë nga Dhjata e Vjetër, mbreti i parë i hebrejve Izraelit. Kur ju tha atij në fakt që të shfaroste të gjithë, të vriste të gjithë, të mos linte askënd, dhe në vend të kësaj ai nuk e vrau mbretin armik dhe nuk i vrau kafshët që i përkisnin mbretit armik. Ai solli ato përsëri. Në fakt nuk mund të ketë asnjë dele që blegërin në jetën tonë për të tradhtuar mosbindjen tonë. Sauli deklaroi mosbindjen e tij me mënyrën se si veproi. Ato blegërima delesh ishin dëshmi e mosbindjes, po kështu në jetën tënde dhe time nuk mund të ketë asnjë dele që blegërin në jetën tonë për të tradhtuar mosbindjen tonë. Ne duhet të vrasim mëkatin. Duhet të jeni të gatshëm ta bëni këtë. Kjo është thembra e Akilit, e shumicës së të krishterëve, se ka mëkate që i pranojmë dhe janë ato që nuk ja rrëfejnë Perëndis sepse nuk duam t'i vrasim. Na pëlqejnë, jemi mësuar me to, dhe kjo është kaq tragjike. Nuk i detyrohemi asgjë mishit. Te Kolosianët kapitulli 3 thot, nëse jeni ringjallur me Krishtin, atëherë kërkoni gjërat që janë lart, përqendrohuni te gjërat lart, jo te gjërat mbi tokë, sepse jeni të vdekur. Jeta juaj është fshehur me Krishtin. Vritni gjymtyrët tuaja mbi tokë, kur vërin, dyrësin, dëshirën e keqe, lakmin, dhe ai vazhdon duke folur për zemërimin, tërbimin, ligësinë, blasfemin, fjalët e pista që dalin nga goja juaj dhe gënjeshtra dhe shumë gjëra të tjera si këto. Vritini të gjitha. Nëse i përkisni Krishtit, vritini ato gjëra, thot ai, dhe këto janë në gjymtyrët tuaja. Ai thot që meqense e keni zhveshur njeriun e vjetër, njeriu i vjetër është jeta jone më pashme, atëherë siguroni që do të vrisni gjërat që kanë mbetur nga njeriu i vjetër. Duhet jeni të zënë me punë duke vrarë mëkatin. Kur erdhët te Krishti dhe u falet për mëkatin tuaj, kjo nuk e përfundoi përgjegjësinë tuaj. Kjo thjesht e filloi përgjegjësinë tënde. Tani e kalon pjesën tjetër të jetës duke përpjekur fuqishëm me të vërtetë dhe seriozisht për të vrarë mëkatin. John Owen
thot kështu: mëkati nuk është kur më pak i qetë se kur duket se është më i qetë, dhe ujërat e tij janë krejtësisht të thella kur janë të qeta. Dhe mëkati do të donte t'ju qetësonte në një ndjenjë sigurie dhe e bën këtë gjë shpeshherë. Mos u gënjeni. Mos gënjeni veten. Betejë do të vazhdojë për aq kohë sa ti jeton. Nuk do të dilni kurrë në këtë botë nga kapitulli 7 i Romakëve, por mund të njihni fitoren. Shenjtërimi praktik do të vazhdojë gjatë gjithë jetës sonë, ndërsa jemi në aktin progresiv të vrasjes së mëkatit. Por konkretisht, si ta vras mëkatin? Së pari, njihe, dije, kuptoje se ke praninë e mëkatit në mishin tuaj. Romakët 7:21 Pali thot: unë gjej një ligj, kur dua të bëj të mirën, e keqja është e pranishme me mua. Nuk do të përjetoni kur fitore mbi mëkatin derisa të arrini në vetdije se ai është aty. Dhe ky është një ligj, dhe është një ligj në kuptimin që t'jep urdhra, dhe është një ligj në kuptimin që është një parim operativ që është duke vazhduar të veprojë brenda të qenit njeri tek ti. Është aty duke funksionuar, është aty duke bërë gjën e vet në mënyrë që kur dëshiron të bësh të mirën të mos mundesh ta bësh. Është i fuqishëm tek një besimtar, është aty. Thjesht nuk ke pse ti nënshtrohesh fuqisë së tij. Po ashtu John Owen ka thënë: qëndron në mendje dhe në të kuptuar. Pra ai qëndron në mendje dhe në të kuptuar, gjendet në vullnet, është në prirjet e dashurisë, ka një intimitet të tillë me shpirtin. Wow, shumë prej nesh nuk e kërkojnë kur helmin në jetën tonë. Ne kur nuk ulemi sinqerisht dhe nuk e shikojmë fjalën e Perëndis. Davidi tha: o Zot, më heto dhe njihe zemrën time. Dhe çfarë do të thotë kjo gjë? Më bëj që të mund të shoh prishjen, rënjen time. Dhe ne lejojmë mëkatin të fshihet dhe të kamuflohet dhe nuk duam të flasim për të dhe qeshim me të madje. Dhe ato mëkatet e vogla që janë një lloj mëkati i krishter, thjesht qeshim me të. E po kam edhe unë dobësi në këto fusha. Pse ti nuk e? Dhe ne nuk e urrejmë mëkatin. Dhe ne nuk mësojmë ta urrejmë mëkatin për shkak të shkrimit, siç na mëson shkrimi, dhe nuk e shohim karakterin e tmerrshëm të mëkatit, kështu që nuk fillojmë kurrë të vrasim atë. Dhe problemi me mëkatin është se nëse gjen një pikë mbështetje diku në jetën tënde, mëkati do të shkojë në ndonjë zonë tjetër dhe vazhdon të përhapet si një kancer. Ai sulmon mendjen, ndjenjat, përpiqet të hyjë brenda nesh dhe të krijojë epshet, pasionet e tij, siç thotë dhe Jakobi, përpiqet të nxjisë tundimin derisa më në fund të mund të na sjellë katastrofë dhe ti qëndron aty i rrethuar prej tij. Pavarësisht se sa i drejtë je, do të shohësh përsëri mëkat që shpërthen në përçarjet e drejta, zemërim, fjalë të hidhura, mendime të pahishme, kritika, mendime se jemi i miri se njerëzit e tjerë, mendje madhësi, mungesë kuptimi, padurim, lutje të dobta, jo besnikëri në studimin e fjalës së Perëndis, jo besnikëri në bashkim me popullin e Perëndis për të adhuruar, një zemër që nuk njeh adhurim. Spulo dobësinë tënde, shqyrto rrugët e tua, njihe plagën e zemrës sate dhe me të vërtetë duhet të marrësh mëkatin seriozisht, shumë seriozisht. Së dyti, ke një zemër të prirur, të fiksuar tek Perëndia. Tek Psalmi 57, vargu 7 thot: zemra ime është e prirur mirë, o Perëndi, zemra ime është e prirur mirë. Kam një zemër të pandar, të përkushtuar ndër teje, do të thotë kjo gjë. Nuk do të më duhet të turpërohem kur për jetën time, kur ti respektoj vërtet të gjitha urdhërimet e tua. Ki një zemër të fiksuar, të prirur për tek Perëndia, është i vetmi mbrojtës kundër një jete të turpshme. Së treti, si arrit të kem një zemër të prirur, të fiksuar tek Perëndia? Medito mbi fjalën e Perëndis. Davidi tha: fjalën tënde e kam fshehur në zemrën time që të mos mëkatoj kundër teje. Dhe ndërsa meditoni mbi këtë, fjala e Perëndis fillon të nxjerrë nga jeta juaj gjërat që dënon. Meditimi është kritik, kur meditimi mbi fjalën e Perëndis ju e largoni mëkatin dhe lini mishin të urritur. Medito dhe adhuro Perëndin. Së katërti, komuniko me Perëndin me lutje dhe adhurim. Rini zgjuar në lutje, thot 1 Pjetri 4:7. Lutja e zellshme dhe vigjilente me një ndjenjë të fortë të pranisë së Perëndis, e cila rrjedh nga një meditim në shkrimin e shenjtë.
Shiko sa të lidhura janë me njëra tjetër. Kur jeni në fjalën e Perëndis, nuk e dini se ku mbaron studimi i Biblës dhe ku fillon meditimi, dhe ku mbaron meditimi dhe ku fillon lutja, sepse ato kanë një vazhdimsi me njëra tjetrën. Përsëri John Owen thot, ai që i lutet Perëndis për faljen e mëkatit, i bën thirrje dhe zemrës së tij që ta urrejë mëkatin. Dhe kështu ndërsa i drejtojni Perëndis në lutje dhe i flisni atij për mëkatin e jetës suaj, kjo ju rifreskon mendjen rreth asaj se sa shumë e urren ai atë dhe sa shumë duhet ta urreni edhe ju. Ti fillon të duash gjërat që do Zoti dhe fillon të urresh gjërat që urren Perëndia. Dhe pastaj ndërsa i drejtojni Perëndis në lutje, kjo bëhet një burim force për ju, sepse ju shkoni dhe gjeni ndihmë në kohë nevoje. Nëse jeni të ndershëm për të penduar, për t'ia përmendur atë mëkat, për t'ia rrëfyer atë mëkat Zotit, për të luftuar me Perëndin, fuqishëm për atë mëkat, do të gjeni një sasi të madhe force të futur në aftësinë për të vrarë atë mëkat. Një gjë tjetër në fakt që bën lutje dhe kisha qejf që ta thoja edhe pjesë, është ajo demaskon mashtrimin e mëkatit, e tregon mashtrimin e mëkatit. Nëse nuk do të kaloni kohën e nevojshme për të lutur, dhe se nuk do të bashkëveproni në një mënyrë medituese me Perëndin në bashkësi, nuk mund të zbuloni kurrë mëkatin tuaj. E pesta, kultivo bindjen. Bindja duhet të bëhet pasioni mbizotërues i jetës suaj. Te 1 Pjetri kapitulli 1 vargu 22 thot, duke i pas të dëlirë shpirtrat tuaja në bindjen ndaj së vërtetës. Tërsa bindeni e pastroni zemrën tuaj, ju e vrisni mëkatin me anë të bindjes. Kur vjen një tundi, mund të zgjidhni të bëni mëkatin ose të bindeni Perëndis. Ju i bindeni Perëndis, e keni vrarë mëkatin dhe e keni pastruar zemrën tuaj. Pra, e njeh mëkatin, e fikson zemrën tënde te Perëndia, mediton mbi fjalën, adhuron Perëndin, komunikon në lutje, ecë në bindje ndaj fjalës dhe do të vrasësh mëkatin. Dëgjoj edhe një herë. Njihe që ke mëkat, dije që ke mëkat në jetën tënde, fikso zemrën tënde tek Perëndia, si ta bëj duke medituar mbi fjalën, duke studiuar fjalën, duke adhuruar Perëndin, duke komunikuar në lutje, dhe këto të treja ti nuk e di kur fillon dhe kur mbaron, ti ecë në bindje të vazhdueshme ndaj fjalës dhe kështu do të vrasësh mëkatin. Kjo është e vështirë dhe është e ngadalt. Ti nuk rritesh me anë të informacionit, ti rritesh me anë të zbatimit. Informacioni thjesht do të ngurtësoj në mish nëse nuk zbatohet. Çelësi për të kuptuar këto dy vargje është fraza e vogël që është në vargun 13 me anë të frymës. Me anë të frymës ju i vrisni veprat e trupit. Po flasim këtu për një jetë të vazhdueshme në të cilën fitojmë betejën në mishin dhe e bëjmë këtë me anë të frymës. Pa frymën nuk mund të ketë fitore. Mishi nuk mund të poshtë mishin, nuk mund të ngrihesh vetë me forcat e tua, nuk mund ta ndryshosh veten. Gjithçka që mishi mund të bëjë është i shërbej ligjit të mëkatit. Le të lutemi së bashku. O Aton, të falenderoj që na ke bekuar me fjalën tënde. Na mësoj që prirja jon do të jetë drejt teje, drejt fjalës tënde. Na mësoj që ta përsihatim, ta meditojmë fjalën tënde kur jemi zgjuar dhe kur jemi në gjumë, madje të mendojmë rreth saj. Na mëso Zot që të kërkojmë në një lutje të fuqishme, të vazhdueshme me ty, për të zbatuar fjalën tënde, për të jetuar fjalën tënde. Na mësoj që të adhurojmë ty përmes fjalës tënde dhe na mëso Zot që do të duam gjërat e tua dhe do të urrejmë mëkatin në jetën tonë. Na mësoj që do të jemi vigjilent me mënyrën se si mendojmë, veprojmë, jetojmë, flasim, sepse duam që embri yt të nderohet dhe të lartësohet. Faleminderit për secilin prej motrave dhe vëllezërve. Dhe lutem o Zot që përmes forcës së frymës tënde të shenjtë do të bësh që të ecë në fitore me ty. Në emrin e çmuar të Jezusit të lutem. Amen. Zoti të bekoj dhe të bëftë që të shkëlqej fytyra e tij në jetën tënde. Bekime.